mizogen. E keni këtu. Dhe i përshtes dhe i përgëzoj. Se nuk ka njeri më mizogen se Edi Rama, i famshëm për mizogenin e ti. Pickon si i tërbur ministrat para kamrave. Si Idi Amin. Dhe ju e keni pa vetë. E tjerë me radhë. Tani, këtu mund vazhdojmë shumë gjatë, po unë po nërpres me këto çështje, ju do i lexoni vetë, dhe do të përbëra këtë hyrje, sepse do të dëgjoni të dalin përfaqësuesit dhe thonë raporti shkëlqyer, falenderojmë, hipokritet se duhen me çdo kusht, kudo janë veprat e tyre në këtë raport. Raport shumë objektiv, një mbështetje reale për qytetarë shqiptar në rrugën e integrimit. Tani kam një problem tjetër këtu. Ato video ju lutem. Urdhoni. Presidenti Republikës, ish presidenti Republikës, ish kryeministri, ish kryetari i parlamentit në Kafaz Xhami. Maja pak lutem. Maja këtu pak. Kafazi është mjet torture në Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut, në Kushtetutën e Shqipërisë. Kafazi është mjet torture në Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut, në Kushtetutën e Shqipërisë, në ligjet e vendit. Është torturë dhe terror psikologjik ndaj të burgosurit. Dhe këta e përdorin ndaj një njeriu, ndaj të cilit nuk kanë të substancuar absolutisht asnjë akuzë. Dhe nuk ka sot një njeri të vetëm. Dhe unë ndjek të gjitha ju, të gjitha media, që të raportoj një akt konkret të faktur, të provur ndaj tij. Çesdia e futën e denuan 6 vite Ismail, ka shkuar 30 herë Altin Dumani Ismailit. Për ta liruar, për ta shpërblyer për të gjitha, për të përgatitur dosjet e tij, dhe Ismaili ka thënë nuk ka lidhje me mua. Çesdia, do thoni ju se nuk do dilte nga dhe ai bëri gjitha ditë e burgut. Nuk i bëri si dikush me një tretër. I bëri tamam. Tjetër, dërgojnë, s'bëj avokatët e tij, dërgojnë në tërporosinë në Shtetet Bashkuara për të kërkuar hetim për karta krediti që mundon, mbasi thonë, kemi vërtetuar se kanë përdor Monika dhe ky 2 karta krediti të Shankut, si quhet një Shatko apo kushuri i Monikës. Dishmitar dhe fakte, i nërmeta njëtë e ti s'ka përdor kartë krediti kur. As Shqipëri, as jashtë vendi. Ajo ka përdor kartë kushurit vetë, ata le ta analizojnë të bëjnë. Po ama që ka kushuria, ajo zonja, unë s'mund të them. I nërmeta nuk ka asnjë provë dhe mashtrojnë autoritetet amerikane se kemi vërtetuar se ka përdor 2. Si e vërtetuar? Ku i kanë provat? E akuzojnë për ligje minjerave, të paraqitur nga Partia Socialiste. Ligji minjerave është paraqitur nga Partia Socialiste, jo partia e tij. A ka marrëzira të tilla dhe për këto, në Kafaz, duke shkel Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut, duke shkel Kartën e Drejtave të Njeriut të Organizatës Kombeve të Bashkuara, duke shkel të gjitha ligjet, kushtetutën dhe ligjet shqiptare. Vazhdojmë. Se është armik e Edi Ramës, shikoni, ku arrim urrejtje verbër e Edi Ramës. Imagjinoni, i ati ti, skulptori kriminal, që ta shije ti, thoi ai, një gentleman, një kriminal 2 metra gjatë, si i biri. Ai firmoste për të varën e litar
Hamzinelen, përvaqet se era Helsinku do frydhen në Shqipëri, kurse ky se do, por përdor, po ato praktika në sallë gjyqi që përdori nga Enver Hoxha kundër armiqve të tij politik. A pato një koment në media ju për këtë çështje? Qytetarë dhe qytetare, a ndigjuat ju një emision për një akt terrorizues, torturues psikologjik publik që kryet ndaj ish presidentit vendit? As dhe një. As dhe një. Forbitet. Ndaj dhe revolta ime